thelbi se këtë po kërkoja që parë. A janë proceset të rregullta dhe të drejta? Proceset gjyqësore janë të rregullta dhe drejta dhe një nga pikat që kanë kapur Velin. Dhe është diskutim çështja Velia. Dhe thotë, pra ti thua që merren me individ, por në rastin e Velis merren me individ. Jo, thotë merren me procedurë. Një minutë. Nuk merren me procedurën, jo me Se për të procedurat futet edhe me. Edhe ke balluar procedura fjalës. Po do ta them edhe atë do ta them. Tani, m'fal. Ore, a ka mundësi të them një fjalë çfarë do thuash tani? Po s'është raporti bashkëpunëtor. A ka mundësi ta mbaroj unë? Dhe vetë zoti Velia nuk ka mbaruar punë gjyqësorin shqiptar. Tani si mund të nxjerrë raporti s'ka emra. Vazhdoj Koli. Po. Nuk thash fare këto gjëra. Një çështje që ka ngritur, ata ka ngritur opinionin. Këshilli i Evropës, po. Të lutem tani, nuk është normale. Një organizëm i Këshillit të Evropës e ka ngritur këtë çështjen e. Një OJF. A të lutem, a ka mundësi? Po, nuk tregon stabilitet. Po jo, pra ta them deri në fund unë. Ju lutem, se jemi në. Pra me fjalë, ka kapur një çështje që lidhet me masën e sigurisë. Dhe nuk e kap çështjen Velia, por faktin Velia implementon një problematik që ka sistemi drejtësisht në Shqipëri. Dhe një nga çështjet kryesore të debatueshme tani që ka ngritur dhe ka bërë publike është masa e sigurisë. Ajo që ne po e debatojmë me forcë tani. E ka ngritur Këshilli i Evropës edhe ka në çështjet e veta. E dyta, shive çfarë thotë? A ka standard të njëjtë për gjithë? Pyetje, dhe kjo është fenomen, nuk ka të bëjë me ngjarjen. Jo, nuk ka standard deri për gjithë. E kemi doktorin si shpirt deri kudo. Kishan me libër shtëpie gjithë. Ikën në Brazil. Fatmirë që unë e kam shok, ikën në Amerikë dhe shumë që në Amerikë se kështu duhet ti të lëvizin gjithë. Pse jo? Është i pandë, është i hetim punë e madhe. S'ka standard njëjtë për gjithë? Po ku ka standard? Pse ka standard njëjtë? Problemi parimor që ngre. Çfarë thot BE është më opinion. Ore BE ka opinion e vet. Ti në opinionin tonë, ka një standard të rregull për gjithë? Ka një arsye, sepse prokurorët janë të ndryshëm. Po çfarë të më prokurorët janë emra konkret, mo. Se ne jemi merr. Po te rregulli i drejtësisë duhet të jetë i njëjtë për gjithë. Shikoj, ka një gjë, sigurisht rregulli është i njëjtë për gjithë. M'fal, e mori Ilir Metën me shkelma dhe e futën në burg. Me të njëjtin. M'fal një sekond. A e mori Ilir Metën se me shkelma u morë dhe u futën në burg. Tani me shkelma varet sepse me shkelma u morë dhe u futën në burg. Nga rasti, varet se ka rezistuar nëse dim se ka. Nëse ka rezistuar. Ku e kemi këtë më? Nuk e dim pra. Po se dim pra atë është në Po na e thon pra, na e thon çka ka ndodhur. Pse Ilir Meta merret me shkelma le futet në burg e gjys dhe pse Sali Berisha apo si e quan Vërsita se më shpëtojnë këtë rast. Vjeri Arminës. Pse Vjeri Arminës del dhe i vendos 7 mbiemra Altin Dumanit. Tani nëse Altin Dumani ka kaq cip të trash sa të duroj ajo që po themun është akuzat për shtëpitë, për vilat që i bën Sali Berisha është problemi i tij. Ne të dy që ne paguajmë taksa për atë spakun. Që të superpaguhen, që na vendosin drejtësinë e tjerë. Na shpjegoj Altin Dumani i pari dhe të tjerët me radhë. Pse e morën me shkelma? Fali sekond. Pse e morën me shkelma? Ne jemi gazetarë më. Ne kemi perceptim publik. Pse e morën me shkelma? Po jo më një sekond, s'po më shpyet. Pse e morën me shkelma? Ti pse më pyet mua? Okej, të lutem, le se kam bisedë me. Vazhdoni. Pse e morën me shkelma Ilir Metën? Po në sleng mediatik. Pse e morën me shkelma Ilir Metën dhe futën në burg? Dhe pse Sali Berishën, i cili kundërshtoi vendimin e gjykatës. Atë Sali Berisha më mbyllën në kull atje. Ku e mbyllën në kull? Mbyllën një vit në kat. E bën në Roma. Po tjetër gjë më se bëhet heroi 200 veta që ishin poshtë atje. Heroi bën. E viktimizuan, e bën hero, i dhan Partinë Demokratike me vul, me firmë, me lish, ja dhan dorë, ja u e ke doktorin. Berisha nuk ishte në arrest. Berisha u dënua me arrest shtëpie sepse nuk shkoi të zbatoi urdhrin e paraqitjes. Pra është një rast tjetër. Si që ka rast? Mund bëjmë paralelizma për dy gjëra të ndryshme. Njëri është i arrestuar për shkak të hetimit, tjetri është tjetri gjykohet gjithë të lirë. Dhe shkoi në arrest pjesës si bindet drejtësisë. Në këtë që do të them tani do ndajnë dy gjëra. Do ndaj raportin tim personal me zotin Meta, i cili ka qenë raport normal, herë kemi qenë kundër, kemi qenë pro njëritet, si ka varësi situatave. Dhe duhet ndajmë perceptimin publik nga zbatimi i ligjit. Në momentin që Ilir Meta u kap me shkelma dhe u fut në makinë, ne nuk kemi ditur çfarë akuze ai ka.
Po e kanë ditë ata që e kanë kapë. Që të më të në kështë që e kanë ditë spaku. Se me regjimin e Enver Hoxhës jemi këtu? Që e di vetëm prokurori? Do ta di dhe unë, më. Do ta dish dhe ti. Do ta di dhe Priscilla. Priscilla, për te perceptimit publik. Po që marrë në pytime në spaku. Jemi dakord. Unë nuk ndajmë nga perceptimi që ti nuk kemi për atëra. Do ftoj publikun pa tjetër. Po sigurisht, më. Se jemi shtet demokratik. Pa tjetër më po... Kjo është procedura. Një shtet demokratik, nga një shtet autoritar, ndahet nga procedura e Ti thua që unë të them që do të arrestoj, pastaj të arrestoj? Jo vetëm që do arrestoj. Po jo, më vazhdu ikën ti. Po, ku do ikim? Si ju ikën arrestisësh? Jo, më jo, në momentin që ti arreston pa ditur gjë, pastaj ta tregon akuzën. Si e merr ti rast tjetër më në burrë? Patjetër më të arreston, pastaj të komunikon akuzën. Po mos më gjysmë në kohën e Enver Hoxhës. Njoftohet po jo më në keqardhë fare. Momentin që të arreston, komunikohet akuzën. Jo, Priscilla, s'kam asnjë fare keqardhë fare, Jo, se ka vëlluar ashtuar edhe kjo. Dhe një gjë, unë po them, falni sekond. Ne po flasim Priscilla një sekond, që ta sqaroj këtë punë. Unë ta ndava raportin me ato. Unë po them, ne sot po flasim për, ne sot po flasim për integrimin evropian. Nëse ne duam futemi në Europë, duhet silemi si europian. Nuk ma leta shpikoj. Nuk ma leta shpikoj një gjë. Këto pikërisht guximi për këto arrestime na ka bërë që jemi në rregull me hyrjen në BE. Kemi një gjë me kuptimin që procedura ka qenë shumë e rregull dhe unë nuk besoj se ka shqiptar. Nuk e kemi të qartë në sot. Prandaj tash unë që populli shqiptar është shumë përpara sa politika. Më kthem mbrapa, më futu në arkiv dhe kam thënë që Spaku duhet të shpjegojë dhe unë kam informacionet e mia, indicet e mia, që zoti Meta ka ushtruar dhunë ndaj oficerëve të BK-s. Që kanë komunikuar vendimin. Mund të ketë refuzuar. Edhe kanë marrë dhe ai... Unë bile kam të sigurt. Këto janë konfidenciale, nuk do të nxjerrin videot për... E dyta, po pse kur u vra ai... Pse kur u vra ai... Si? Arrestin e bë policia. S'mund t'i kërkosh prokurorisë pse arreston policia në mënyrë jo dinjitoze. Se tash po ja rrasim kujt po merrem me këtë sajtë. Po flasim për sjellje europiane. Arrestin e bë policia. Po flasim për sjellje europiane. Po flasim për sjellje europiane. Edhe një gjë, debati i madh Ergys midis ndoshta unë e kam pas atë mbrojtje teze diplome në master. Ndryshimi i madh midis Shteteve të Bashkuara dhe Europës është ky. Që tek Konventi Evropian e Drejtave të Njerëzit, neni 10 diferencon qëndrimin evropian me qëndrimin amerikan. Qëndrimin amerikan është tjetër. Qëndrimin evropian është tjetër që kërkon të respektohen dhe kufit e të drejtave individuale. Ky është artikulli 10 i Kartës Drejtave të Njerëzit. Dhe unë po them, nëse ti do të futesh nesër në Europë, gjëja e parë që ty do të ndodhi është kjo, që sistemi i drejtësisë i joni do të japë llogari në Strasburg. Dhe po ta thot, mirë, unë po ta thot së dhe këtu ndahem unë nga emocionet personale dhe nga perspektimet publike. Ajo që the ti, që duhet standardi nëse nesër ti futesh në Europë, çdo lloj procesi gjyqësor që ti ke bërë në Shqipëri, hallkën e fundit do të jetë më poshtë drejta e njerëzit, sigurisht që është kjo tjetër, por ne po themi që kanë bërë njerëz si Meta etj. Janë shumë të mdaja dhe nuk të marrë për procedurë. Duhet arrestohet më nërë ato nuk e dim ne si është çfarë rezistencë dhe çka ka ndodhur. Po marrin keq në Shqipëri, ka filluar, është holluar fare vija që ndan të mirën dhe të keqen, të ligjshme dhe të paligjshme dhe justifikohet Ergyse dhe pastaj Froku, po. Do shumë shkurt. Po, më hoqë drejt në fjalës, Të kushta? Po ç'është po më jep? Eri them, gjëma që kanë bërë personazhe si Meta nuk ka vend për procedurat dhe tani të merren me procedurën. Që kanë bërë këtij kombi në 30 vjet. Tani të merresh. Tani me që më hape sfidën, po mballem me sfidën tënde. Gjëmat që ka bërë kush Meta? Njerëz si Meta, shteti shqiptar. Po njerëz si Berisha? Patjetër edhe si ai. Unë kam të njëjtën mendim dhe ti mendon që Spaku është sjellur me Ilir Metën një lloj si me Sali Berishën? Jo, nuk besoj se është sjellë njësoj. Okej, pra atëherë po më jep mua atë. A dhe japë shpjegim për këtë unë pra? Po, Ergys. Se ti thua që duhet standardi jetë i njëjtë. Tani, ligji është i barabartë për gjithë. Në çështje hetimore nuk hetohet nga Spaku, hetohet nga prokurorët të Spakut. Dhe prokurorët të ndryshëm kanë vlerësime të ndryshme për çështje të ndryshme. Dhe ti më çfarë Spaku institucion pluralist? Ligji është i njëjtë. Por vlerësimi i prokurorit, një prokuror mendon që kjo çështje duhet hetuar në gjendje të lirë, një tjetër mendon që jo. Kjo është çështje interpretimi subjektiv i prokurorit, sepse prokurori gjykon provën. Po standardi është ligji.
tani në bazë të ligjit, ligji ka lënë prokurorit të drejtën për të vlerësuar provat. A janë të mjaftueshme për ta gjykuar në gjendje? Po e vazhdoj, po e ish petkun e moderatorit dhe po bëj petkun e gazetarit. Tani ma thuaj, Ilir Meta, se kur vjen punat e retorika, nëse ti dumanin e Ilir Meta se krahason me ato që ato Sali Berisha çdo të hënë, beso jemi dakord që janë shumë larg me njëri tjetrin. Por Ilir Meta, në çdo rast, ka shkuar dhe është paraqitur në SPAK. Kush po thotë jo, ne nuk po diskutojmë. Një sekond pra, apo flasim për standardet njëra. Tani ma shpjego pak, pse është aplikuar një standard për Ilir Metën, nuk po fus fare Rion Velin, se pastaj këtu debati bëhet i fortë me Dibësitit dhe Arbenit. Po të flas, pse është zbatuar një standard për Ilir Metën dhe një standard për Sali Berishën? Sepse mundet që prokurorët që janë dy persona të ndryshëm që njëri... Çfarë ka kjo më rëkës? Po pra, njëri prokuror... Ne si paguajmë taksat për këtë prokurorin, e paguajmë ndryshe për këtë dhe ndryshe për tjetrin? Prokurori do dali kundër vlerësimit vet. Jo, më po flas për standardet që futen në Europë sot. Me që ai prokurori futi në Burg Metën, ky prokurori tjetër do të fusi në Puk Saliun, se kështu thotë. Ore ngaj, liroj të dy. Po jo, pra të s'është kështu, se secili ndikon në mënyrë pavarë. Pse si që ka ndikon ka dosin e vet. Tani, çfarë dosin me Bërsita? Shiko, prokurori gjykon. Korrupsion njëri, korrupsion tjetër. Prokurori gjykon sa mundësi ka ky të më ndërhyj prish provat, sa mundësi ka ky të më dhe Ilir Meta është më i fortë se Sali Berisha, po thua? Jo, s'po them është më i fortë, po mundet që në rastin konkret këtë qenë më flagrant përcilimi. Një, e dyta, provat për ta futur në burg më janë më të forta i ke Meta, ndoshta se sa ke Berisha. Po ndoshta më kujtoj, po supozoj se çka njëri informuar më o Ergys, ti nuk vjen në të tavolinë si një person nga rruga. Njëri akuzohet për korrupsion, tjetri për përdorimin e tyre. Ti je tek shtresa që ka më shumë informacion se tjerë. Dakor, pra njëri akuzohet për korrupsion, tjetri për shpërdorimin e tyre. Njëri ka 9%. Kush akuzohet për korrupsion? Ilir Meta. Jo, Sali Berisha. E ka shpërndimin e tyre. Korrupsion pasiv, ose ti s'di ka akuzën, mbi keq. O je, po korrupsion. Ndërtimin time është favorizim i korrupsion pasiv. Është po korrupsion pasiv. Ndërkohë Ilir Meta nuk e di për çfarë është me tonë vërtetën, di vetëm që ai ka vënë në shkelma e futën brenda në burg. Dhe po të them, për te retorikës që të dy e kishin tashmën e prokurorëve, Ilir Meta ka shkuar si zogu prokurori. Ky tjetri i ngrini kishën e mesit. Edhe prokurori dhe gjykatës. Ta zëm, ky prokurori thotë që është 82 vjeç dhe për moshën që ka, për shembull, nuk ja llogarisim për... Po me që ta tolerojmë, ta bëjmë kryeministër pas zgjedhjeve. Kjo tash kjo është... Ja, po kështu është pra, se njëta logjika është. Prandaj po ta them, nëse ti do të futesh në Europë, Ergys, duhet të kesh një standard për Ergysin, për Sokolin, për Brisitën. Po edhe në Europë, jo të gjithë gjykon në gjendje të lirë dhe jo të gjithë gjykon në arrest. Në fakt, bile Spaku është pika më e fortë për tyrin BE. Një sekond. Dhe njerë, tu nuk po flasim dhe nuk po merremi me Spakun, Brisita. Po merremi me standardet. Do të futemi në Europë. Spaku po i shkel standardet. Vjen mbrapa. Ti thua që Spaku po i shkel standardet. Ti mendon që Spaku është i pakritikueshëm? Jo, më absolutisht. Çfarë thua ti? Frog. Tani, raporti i Komisionit Evropian konstatoi, domethënë në mënyrë shumë të qartë dhe të fortë në raport me drejtësinë, konstatoi se reforma në drejtësi është kryer në një mënyrë shumë të lavdërueshme, e para. E dyta, e lavdëron shumë këtë reformë dhe e percepton si një nga hapat bazë për të pranuar në Europë. E dyta, si element të reformës, ka vlerësuar shumë vettingun, ju e patë se shtot, sidomos vettingun në këtë gjë. Në raport me drejtësinë dhe me pjesën, me politikën ose me ekzekutivin, Këshilli i Europës nuk ka bërë asnjë pikpyetje. Jo vetëm s'ka bërë pikpyetje, por s'ka vënë asnjë rimark, asnjë gjë. Çfarë do thotë se Këshilli i Europës nuk e ka këtë qëndrim, përkundrazi. Ajo çfarë ka konstatuar përsëri raporti i Këshillit të Europës që po vazhdon të bëj rrugën drejt Bashkimit Evropian është se madje ne kemi nëpërduar në mënyrë po kaq pozitive edhe për afrimin e legjislacionit ton me të Komisionit Evropian. Çfarë janë disa nga elementet themelor të drejtësisë. Raporti drejt për drejt me SPAK nuk është ndërtuar si një kauzës për ta pranuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian ose jo për ta pranuar. Por, në diskutimin për cilin po flisim, dhe për cilin keni një drejt shumë të madhe, sepse nesër mund dalë një problem shumë i madh, në rastin ton,
drejtësia, si thua SPAK-u, po shkel jo thjesht ligjin, jo paragrafet, por po shkel mbi doktrinën e ligjit. Dhe doktrina e ligjit pa dyshim që duhet të ndërtohet në mënyrë shumë të drejtë, në kuptimin që ajo pjesë që është morale, sepse ka pjesën morale dhe dalim po shkoj tek diskutimi juaj, është morale që ti thuash të njoftosh publikun përse arrestohet ish presidenti. Me mënyrë pa dyshim. Mund mos i thuash gjitha gjërat, sepse ja pas ka dhe pjesën që Në momentin... SPAK-u ka dalë me deklaratë... Nuk ka dalë asë njerë me deklaratë. Nuk ka dalë asë për atë... edhe veprat për cilat akuzohet. Nuk ka dalë Brisida ose ndoshta. Por problemi është do të them një gjë që nëse do të kemi problem me drejtësinë në raport në Bashkimin Evropian, ne do kemi gjykatën e Strasburgut. Gjykata e Strasburgut ka marrë një vendim dhe SPAK-u i Shqipërisë as po e qanë kokën. E ka detyruar SPAK-un të hetoj 21 janarin. Është një detyrim i ardhur nga Këshilli i Evropës, nga Bashkimi Evropian, nga Zoti.